dhe mirë se rikthyet në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që jam Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Dhe unë sapo bëra mbylljen e videos që pati javën e kaluar dhe fillova videon e re. Pa e hapur kamerën, hapa qesen, porosin që më ka ardhur nga Fashion Nova. Dhe pa e dhënë re kur unë e mora pakon tek posta, pakoja ishte e hapur. Qesja ishte e hapur, ishte e qarë. Dhe me sa duket mungojnë 4 produkte. Që të mungojnë 4 produkte, mungon edhe produkti mirë rëndësishëm që unë kam porositur, që ka qenë në fustan që më dojtë përdasëm, është çmenduri. Po marr në telefon postën dhe nuk më përgjigjen, nuk e di pse. Përgjithsesi do mundojmë që ta zgjidh. Kthehem pas 2 orësh e gjysmë. Kur e mbylla kamerën me ju, shkova tek posta sepse nuk po më hapnin telefonin edhe thash të shkoj vetë të pyes, sepse pash një pako tjetër aty me emrin Fashion Nova dhe mendova se mos ajo vajza kishte bërë një gabim, edhe më kishte dhënë vetëm një pako ku në fakt duhet më jepte 2. Dhe si përfundim doli që pakoja ishte një vajzë tjetër dhe unë e kisha të ndarë porosin në 2 pako. Një pako më erdhi sot, pakoja tjetër më vjen pas një javë. Nuk e di pse kishin ndarë në këtë lloj mënyre. Ndoshta që të mos paguaj dogan, sepse edhe kjo ishte. Nuk pagova as dogan, nuk pagova as shipping dhe porosia ishte ishte goxha e kushtueshme. Se si ndodhi që unë nuk pagova dogan, nuk e di, është me pikë pyetje. Se si ndodhi që edhe porosia ime erdhi me postën express dhe ka ardhur për 5 ditë, edhe kjo është e çuditshme sepse porosia me DHL Expressin vjen në qoftë se ti paguan 30.000 lekë ekstra, ka qenë 15 më përpara, po kam bërë 30. Kurse në qoftë se nuk paguan gjë me free shipping të vjen me postën shqiptare. Të paktën kështu ka qenë përpara një 4 vitesh kur kam marrë unë herën e fundit porosin nga Fashion Nova. Tani pas ka ndryshuar. Filloj t'ju tregoj se çfarë kam bler. Fillojmë me këtë badin që është në këtë lloj mënyre. Është shumë e mirë, unë e mora mas medium dhe më ri kaq bukur sa nuk e keni iden. Pastaj këto pantallonat nuk kanë asgjë pazje. Janë shumë të gjata, t'ju them të drejtën. Shikojini pak. Po gjithsesi unë do shkoj do t'i shkurtoj. Materiali nuk është materiali mirë, është shumë i hollë në fakt. Unë i mora për t'i veshur tani, po nuk kam për t'i veshur tani gjatë dimrit. Janë shumë të gjera, supozoj që ti ishin të ngushta në pjesën e shalës këtu. Unë i mora medium, po me sa duket medium i qenë ka shumë i madh. Pres të më vinë edhe një par pantallona të tjera që edhe ato i mora medium. Nuk e di se si do më rinë ato. Ato ishin akoma më të gjera, më të bukura. Me shumë mundësi këto pantallona do shkoj do t'i ngushtoj, do t'i shkurtoj njëri dhe do t'i ngushtoj pak këtu, që më rinë në këtë lloj forme. Pjesa e barkut pastaj mos flasim fare për pjesën e barkut. Nuk kam gjetur akoma vullnetin që të filloj një regjim ushqimor dhe të hashëndetshëm. Si ky badi, morëm edhe unë edhe Aleksa, tani nuk i mbaj mend kë kishte Aleksa dhe kë kisha unë, një kaf, një të zi dhe një ngjyrë ulliri. Edhe tani që e mendoj, duhet të kisha marrë akoma më shumë se që kanë shumë materiali mirë. Po në qoftë se bëj një porosi tjetër nga Fashion Nova, vallai se kishte pafund ngjyra. Gjëja tjetër që unë mora këtë radhë është kjo çanta. Shumë cute! Ka edhe një zinxhir brenda që duhet t'ja vendos. Është me magnet. Nuk kam marrë asnjëherë çanta të tilla që t'jenë pak ekstra në një mënyrë dhe të mos t'i përdorë në përditshmëri. Këtë gjatësi ka çanta deri këtu, edhe është shumë bukur në fakt, është shumë e lezetshme ta bash shumë në dorë, se sa të varur. Produktet e tjera në fakt janë të Aleksiës, kështu që nuk i kam hapur, po gjithsesi po ju vendos këtu fotografi se çfarë ka marrë Aleksia. Unë u alarmova kot, u alarmova pa e parë faturën që kishin futur brenda te kjo pakoja. U alarmova pa parë emailin që më thoshte që tek kjo porosi ke këto produkte, tek porosia tjetër ke këto produkte, po është në tipin tim, domethënë një gjë që më del jashtë pritshmërive, unë jam alarmohem bëhem keq. Por i kthej me një tjetër haul që kam kaq kohë pa e bërë, edhe kam edhe ca lajme tjera. Mish viçi për emren, tortilla, pizza base, tortilla të tjera, Haribo, salcë pikante, po e gjetëm turke këtë. Kos lufra, turshi, turke edhe këto, çokolata pa fund, dare edhe eti. Dikush më kishte shkruar të bëj një video me snack turke. Për të shkoj në Turqia, diçka e tillë se si kishte shkruar në Instagram.
Edhe unë thash që dhe të gjitha këto snacks që kemi në Shqipëri, të gjitha, gati 90% i kemi turke. Dare është turke. Eti, ja, shikoni, është kjo këtu firma. Brownie është turke. Tjetër, kemi marrë turke të tjera. Për që gjithsesi. Çokolata, patatina, Lay's. Mora unë 2 pizza nga këto me perime. Gjeta dhe kroketa mozzarella. Inshallah janë të mira, se unë jam çik shumë piki me këto. Croissant, bono. Këto janë shumë të mira, ore, me qëra fjalla. Kanë të më pëlqejnë shumë, e kanë ato bukën shumë të mire, kanë shumë të shkrifët. S'kam se t'ja u shpjegoj. Po edhe kremin që i futin brenda, pralinën, e kanë shumë të shishme, nuk është reklam. E si kur ti ishte. Pastaj, perime, që nuk morën perime në pak morën fruta. Mora gështenja, se do t'i bëj të zjera dhe të pjekura. Kishte hedhur, nuk e di në qofë se njihni apo jo Kikilishis, Kristi Janku. E ndjek prej shumë vitesh në Instagram. Edhe kishte hedhur një metodë se si bëhen shumë të mira që të hapet ajo lëkura. Kështu, po nëse do ja t'rregoj kur t'i bëj. Mandarina, ta bim me shëndet të vit mandarinat, mora edhe një sheg kaq. Unë që thoni ju, kur kam filluar këtë punën e re, mi jam prishur 2 palë sandale, mi janë këputur ripkat, një palë qizma që i kam shumë të mira, kam filluar grisen, edhe një palë qizma që i kisha shumë të mira dhe këto, edhe ato qizmat. Ashkëm, I will put you in on my YouTube channel like this, ama, with your ass outside. My ass is not outside. Yes, it is. 2 palë qizma i kam të dyja, i kisha më sakt, të dyja kundra shiut. Një palë janë material si tip lëkure, po nuk janë lëkur, tamam janë nga i materiali që në qofë se i bie pika e shiut, rëshket shiut, nuk e di pse provova këtu pikën e shiut, nejse. Edhe një palë të tjera janë lastik. Këto të lastiku tani që i kisha veshur sot, i kam veshur shumë pak herë, nuk është se janë shumë të konsumuara. Dhe janë me pak fare tak, kaq tak, janë me tak të trash. Edhe po dëgjoja, duke ecur sot, po dëgjoja një krup, këpucët, hapat. E ngrita këmbën e pash që kishte ikur ajo tapa dhe shqyqy që e kapa, se më dëgjojnë veshët, i ndjej gomat e mia, shqyqy që e kapa edhe e mora e futa në xhep kur dola nga zyra që të mos ta humbisja. Dhe shkova tek një këpucar që ta rregulloja dhe në moment që e hoqa, pash ishte këputur gjithë taka, përveç tapës. Dhe janë këpucët, do me thënë, të veshurat e këmbës, të 4-tat që më prishen brenda një viti. Dhe sot, me që mami kishte shkuar në Greqi, porosita 2 palë qizma të tjera, që kur të vinë, do ja u tregoj edhe ato. Një palë me zi prez, se kam kaq vite që do doja të kisha, nga që janë shumë të shtrenjta. Nuk e kam marrë, po këtë radhë thash me që mi ikën 2 palë qizma brenda një muaj, okej, po e lëshoj dorën edhe po i ble. Hello dhe mirëmëngjesi. Unë sot po mendoja që t'ju merja me vete në punë, edhe rrugës për në punë, normalisht. U bëra gati, jam veshur shumë thjesht sot, një palë gjinse që i kisha bler me tufën e gjinëseve që bleva 5 copë që ju thash. Kam veshur edhe një gjysmë golf të zi të thjesht. Tani të marr edhe çantën, të futim gjërat në çantë, se do marr këtë çantën sot. Një croissant, një çokoladë, edhe të ndrojmë gjërat nga njëra çantë e tjetra. Portofolin, koletën me të prishurat, qelsat, edhe këtu kam, çka kam këtu? Këtu kam 2 lapsa buzësh edhe një Rare Beauty
lip oil gloss tint që quhet ai. Edhe ja u bëra gati. Duhet vesh edhe këpucët, ashtu duhet vesh atletet. Kto që thoni ju janë ato të famshme që mua mu prishën dje. Made in China mo e sapi. Ja u tregoj tani se çfarë kishte ndodhur. Taka në këtë lloj mënyre është hapur. Dhe kjo ka këtë pjesën këtu që është bërë kështu si Lego duket. Është hapur e gjitha. Shikoni? Mua më kishte ikur kjo dje, që ai xhaxhi nuk e ngjiti mirë. Nëse unë do i hedh se këto s'bëjnë me. Ai tha mos i hidh, po. Çulodha. Flokët sot jo në gjendjen më të mirë të mundshme. Nesër është dita për t'u larë, kështu që me shumë mundësi i kap edhe bisht rrugës. Bye! Ja, përshëndetje nga fundi i ditës së punës sot. Mbarova punë. Po lëm telefonin edhe me shoferin e autobusit që kishte dërguar mami çizmat e reja që bleva. Mizi pres të shkoj t'i marrë dhe t'i provoj, shpresoj që të më rimini se pastaj duhet t'i dërgoj prapë në Korçë, mami të shkoj prapë në Greqi, në Kostur, t'i kthej. Shpresoj të na rinë mirë, se mora edhe unë edhe Emreja. Dita e sot me shkoi mirë, nuk ishte shumë e lodhshme, se ka raste që më zë buka, edhe pastaj bëhem kështu puten fare pas dreke. Po kam përshtypjen që ajo kapuçinoja që mora në mëngjes ka bërë punën e vet, se ishte me një dozë të lartë kafeje, me sa e vurare nga shia, që nuk ndodh normalisht, domethënë se e marr vetëm me një dozë kafeje. Marr kapuçino speciale, unë e marr me pustin edhe me kafe. Shtëpia ka shumë punë. Edhe Emreja më premtoi që unë do laj vetëm menët, edhe do filloj me editimin, kurse ai do merret me fshirjen e dyshemes, larjen, me mbledhjen e rrobave, sistemimin e çdo gjëje. Tualetin e kam unë për ta bërë, por nuk do ta bëj sot, ta bëj ditën se më duhet të mbaroj editimin për nesër. Kjo është dita normale e danjës. Gjë tjetër nuk kemi në plan për të bërë, se çfarë do bësh kur je në punë, tetor, lodhesh. Pastaj kur vetëm në shtëpi do vetëm të shtrihesh, nuk e keni idenë çfarë qetësie është, kur nuk ke asgjë për të bërë pas pune dhe thjesht rehat, çlodhesh, shikon edhe një film, hajde para, edhe kaq. Po kaloj njerëzit dhe po më shikojnë çuditshëm se kam një kamerë në dorë dhe po flas. Sot ndodhi diçka e paprecedent. Normalisht duhet mbaronte punën Emreja në orën 5, edhe të vinte të më merrte si gjithmonë. Por me sa duket pas ka patur mbledhje dhe nuk ishte mundësi që të më lajmëronte që jam në mbledhje dhe do vonohem. Dhe unë ja futa më camp. Jam shumë e lodhur, se unë eci edhe si kali arabas kur thot mami time. Edhe jam bërë ujë në djers. Tani të ndrohem edhe të filloj me enët që kur të vije Emreja, ta ketë pjesën tjetër të shtëpisë gati për punë. Tani që thoni ju, unë jam duke edituar vlogun, videon, edhe po ju tregoj për çizmulkat që blem. Ja. Se mos thoni pastaj ja fut kot kjo dhe. Shiko? Dëgjoni gjizë ju? Se unë nuk dëgjoj. Me sa duket, unë kur kam ndezur kamerën, kam ndezur dhe mikrofonin, por nuk i kam lidhur. Ose mund të kem lidhur kamerën me mikrofonin, por nuk e kam ndezur. Edhe ndodh pastaj kjo që ndodhi tani. Po këtu, në këtë pjesë, ju kam treguar për çizmat e reja që kam marrë unë edhe Emreja. Edhe duhet kishit para të reagim, se unë isha shumë e lumtur kur po ja u tregoja edhe kur po i provoja, po gjithsesi po ja u tregoj kështu tani. Çizmat e para janë këto, që unë i vesha edhe sot në fakt, se bie pak shi. Janë Timberlands, janë shumë të lehta.
Nuk e di pse janë kaq të lehta. Pastaj të emres janë këto, edhe emreja i mori Timberland, më pëlqen shumë ky modeli, kështu që kanë majën pak kështu si rumbullake në maj, jo fiks rumbullake, jo fiks me maj, nuk di se si t'ja u shpjegoj, po është shumë e bukur. Në fakt më pëlqen më shumë maja e këtyre të emres se sa maja ime. Dhe ato që unë ju thash që janë shumë të shtrenjta, janë, dhe unë nuk i afordoja do t'i blija më përpara, janë Uggs. Mora Uggs më në fund për herë të parë në jetën time, se më përpara i ka marrë kështu fake. Është ky modeli, nuk e di se si quhet, mini dipper më duket se quhet ky. I mora me shuallin shumë të trashë, duke qenë se unë jam njeri shumë i plevitosur. Brenda këto janë me push. Dhe në fakt i kisha pak si shumë të ngushta te pjesa këtu e kurizit të këmbës, po fola me atë shitsen dhe më tha që do hapen mos ki merak. Gjithashtu pyeta edhe ChatGPT-n, edhe ChatGPT më tha që duhet i veshësh në përshpi për 10-15 minuta me çarape të holla, që pushi të zer vend dhe të zgjerohen pak. Tani këto unë i kam bler të treja palët, ne i blem në Greqi, i bleu mami në Kostur, sepse kemi një vend që shkojmë që hy vite, më shumë se 10 vite, quhet Momo Kids. I marr atje sepse, të them të drejtën, këtu në Shqipëri unë nuk kam besim që mund të jenë origjinale, kurse të ajo kam besim të plot. Sot ka ndodhur diçka që s'ka ndodhur më përpara. Është ora 8:14 minuta edhe ju akoma nuk keni parë videon. Po hidhet me vonesë, sepse interneti është bloz. Dhe unë ndërkohë që jam duke hedhur videon, jam duke folur edhe me njërin nga ju, me Ildën. Ilda punon tek Uani, edhe kur fola në telefon që u ankova, thash më duhet shpejtësia e internetit se duhet të hedh patjetër videon. Më kishte njohur dhe më shkruaj ti pastaj në Instagram dhe jam gjatë gjithë kohës kam nuk e di se sa minuta, 40 minuta ndoshta dhe më shumë, që po flas me Ildën, po mundohemi që ta rregullojmë edhe ta hedhim videon sa më shpejt, por nuk po hidhet. Nuk e di domethënë, nuk e di. Kjo është arsyeja pse ju nuk e... miku interneti fare. What happened? What happened? Kjo është arsyeja, po thoja, pse ju e keni parë videon me vonesë. Ndoshta keni menduar që nuk do hedh video fare, prisni orën 7, unë shtyva për në orën 8 se nuk më doli koha që ta rregulloja, ta hidhja. Në orën 8 prap nuk e postova dot. Shumë stres. Ky muhabeti. Do edhe 13 minuta që të hidhet videoja, thot. Do qaj. Le që u preka njerë kur më shkruajti Ilda në Instagram, kur e pash mesazhin që më tha, folëm bashkë në telefon, jam Ilda nga One. E përshëndes shumë Ildën edhe i them faleminderit që po merresh me mua, po më ri kështu hap pas hapi, kemi nuk e di se sa orë, prit ta shikoj njerë. Kam folur që në 7:24, është ora 8:16, bëhet gati një orë. Nuk e di çfarë drejqin ka, më besoni. Mbylljen e videos së sotme ka vendosur ta bëj ulur në dysheme, nuk e di pse kështu më erdhi. Kështu që mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju pu dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!